Jemi rikthyer sërish në studio tani miq, derisa unë kam filluar vetëm se më bisedën me Rahim Ramadanin në studio, të cilin kam shumë kënaqësi sot ta kem për bashkëbisedim. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjesit, kemi zgjuar herët ose është zakonisht orë zgjimi kjo për ty? Jo, unë zgjohem çdo ditë në ora 5 për namazin e sabah. Shumë mirë. Do të thënë nuk të kemi zgjuar herët se zakonisht mysafirët tona ankohen kur na vijnë kaq herët në mëngjes. Do flasim sot për një film i cili do të promovohet, do të lançohet më datë 7 maj. Unë të kam shënuar edhe titullin ty si producent. Më thuaj pak, jeni bërë gati? Si po shkojnë këto përgatitjet e fundit, se është si puna dasmës deri në momentin e fundit thuhet që ka punë. Po, në fakt pastaj prit ato streset dhe problemet për ta bë filmin, pastaj dalin të problemet e ftesave, a do vi njerëzit, a s'do vi njerëzit, si do shkoj puna, ku do shkoj puna, kështu që jemi, sa i përket filmit, përgatitjes filmit, janë detajet e fundit që rregullojnë montazh dhe të përgatitet, futet në bërë hard diske, të shkojnë bëjmë provat e fundit tek salla që do e bëjmë, puna e titrimit, do të thonë ato si thua detajet më të imta më të vogla, të cilët patjetër janë pjesë shumë përbërëse dhe rëndësishme e filmit. Këta janë duke u bërë gati, për ndryshe çdo gjë deri tani është në rregull, shqyrëzët. Për ty eksperienca në film? Si e gjendur në këtë sferë? Kjo është eksperienca e parë e ime... Andaj pyet apo se nuk e di nëse më përpara. Krejt aksidentalisht në produksion, sepse unë kam kryer fakultetin arte në aktrim të top, dhe patjetër që kam qëndruar para kamerave, tani fund nuk ka profesioni i aktorit, po si çdo profesion, tani mos rrita bëjtimin se është më i miri. Është kështu rritje në proces. Absolut. Kështu që kretë aksidentalisht unë me sa ju përket dhe më thënë, si thua, menaxhimit të kulturës, në kuptimin organizimit të ndonjë shfaqje, organizimit të ndonjë festivalit, të ndonjë eveniment, jam marrë në Kërçov me këtë punë. Po, ti e bën dhe festivalin në teatrit atje. Po, me shoqatën Artak, në të cilën aktualisht jemi duke punuar ende, edhe, si thua, jam marrë me këtë pjesë, por me film asnjëherë. Edhe kështu duke bashkëbiseduar, duke nejtë të tofë, duke njoftuar njerëz, rash në tavolinë me unë, Qëndrimi Liani, regjizori i filmit, edhe producenti Sali Limani. Edhe ndejtëm bashkë, pastaj shkuam pam një shfaqje, duke biseduar, edhe si duket a më kishte pa me një sy kritik, në kuptimin e mirë fjalës, edhe pastaj pas një periudhe kur ai duhet të shkojë ambasador i Maqedonisë Kazakistan, më thirrri një kafe dhe Rahim tha, unë për momentin do ta lej ty, ta besoj ty, ta udhëheqish edhe filmën e tij, do të thonë Triple S Production, por edhe ta udhëheqish procesin e udhëtimit të ndërtimit të bërjes të krijimit të këtij filmi. Kështu që kështu unë erdhi deri tek pozita producent. Si u gjende? Të pëlqen? Do vazhdosh ose kthehesh në aktrim? Jam përpjekur gjatë gjithë kohës të i çoj këta dyja paralelisht, domethënë patjetër unë jam i punësuar në teatr shqiptar dhe aty vazhdojmë me punë shumë të mira, me shfaqje shumë të mira. Produksioni është me të vërtet një problem vete, një shkencë vete, nuk domethënë kërkon shumë përkushtim, kërkon shumë punë, kërkon shumë qetësi brenda vetes të kesh, edhe të përpiqesh në mënyrën më të mirë të udhëheqish punët. Po, pse jo, do i kisha hyrë, po Maqedoni normal, tash se nuk dua të hyjë pjesa e financave dhe gjithmonë duket sikur vetëm ankohemi. Ka mungesë është e limituar hapësira. E limituar, pastaj pjesa e financimeve, burimeve të tjera është shumë e dobët, kështu që çalojmë këtë drejtim dhe e di se pastaj vinë njerëzit shohin thotë Rahim, po ne kishim prit diçka më shumë prej te ose prej Qëndrimit ose prej Salit. Dhe nuk e kuptojnë atë pjesën pastaj sa rreshti të ankosh çdo dytit ku ka qenë si ka qenë puna. Është si puna e televizionit, askush se diçka bëhet pas kamerave. Pas kamerave, kupton? Kështu që kjo të mërzit pak sepse potenciali, mundësitë atë që ti mundesh ta bësh nuk mundesh shkaku i mundësive financiare, po ka dalë të urrit bashkë.
do ja Ashtu dam është, po. Unë jam gjithmonë për atë që duhet të bëjmë sa mundemi me mundësitë që i kemi. Me mundësitë që i kemi. Edhe me hapësirën që i kemi. Pastaj ne më tutje do shohim. Unë për vetes jam nga të njerëzit që pres perfeksionin për të filluar një punë. Ti si e ke këtë raportin? Absolut. Unë kam qenë një tillë që kam prit të jetë çdo gjë në rregull dhe të filloj, po pastaj ma ka ndryshuar mendimi një fotografi që e kam parë duke i hipur nga një shkallë dhe ai që priste të hipi 10 shkallë për njerë, dhe ai ngeli poshtë, ai tjetri hipi ngadalë. Kështu që kur e kam pa këtë foto, këtë ilustrim, ma ka ndryshuar pak mendimi dhe edhe unë kam filluar tani e di që do të kalon sa do të vogla të duken gjërat ose të paransishme ose thua ti unë meritoj për më shumë diçka, po do të kalojnë si faza që të arrish atje ku mendon ti se je. Absolutisht, ne kam përshtypjen sidomos me që punojmë të ri, sikur të gjithë presin të hypin 10 shkallë me një herë. Është krijuar një farë lloj, ndoshta rrjetet sociale e bëjnë të veten, sikur ti mbrin automatikisht në on top, si i thonë. On top, po edhe ata do ta kuptojnë se atje pas kamerave ka diçka tjetër. Pikërisht, nuk është aq e lehtë sa duket. Absolut. Për çfarë flet filmi? Të ndalemi pak te përmbajtja ndoshta për të kaluar pastaj në aspekte tjera të filmit. Unë lexova, domethënë një ndër të vetmit që e din si funksionon televizioni. Në kuptimin që ma dërgon një material që të kem pak informacion se për çfarë bëhet fjalë, duke pasur parasysh që filmi ende nuk është faqur. Më keni mësuar ju prandaj. Po. Mbaj mend që për parë një ndër intervistat e para që kanë bërë të mira, ka qenë ti edhe Iliri, gjithashtu ka qenë këtu në televizionin e po emisioni mëngjes. Edhe kemi pas asaj dolëm pim një kafe dhe mu ankoven kuptimin që nuk na dërgojnë material, nuk na informojnë, edhe mu kujtove. Prandaj edhe kur më thirrën në telefon për intervistën, thash prit përgatiten për Kerita, po edhe ajo përgatit. Faleminderit shumë. E vlerësoj. E diskutuam edhe prapa kamerave sa e vështirë është si çështje të diskutohet sidomos për momentin historia e çifutëve. Megjithatë, ne kemi edhe muzeun në Shkup. Ka një histori në mënyrën se si është menaxhuar edhe deportimi i çifutëve në përgjithësi në rajonin tonë, për çfarë flet filmi, duke pasur parasysh që në vija të trasha kjo është ajo tema kryesore. Sakt. Domethënë, filmi është bazuar në një ngjarje të vërtetë të një çifti dhe i cili pastaj me udhtimin e vet ne ecim në për atë dhe ky çift pastaj na shpjegon për ngjarjet e veta, po duke udhtuar ky çift pastaj shpjegon edhe se si janë njerëzit në për ato vende. Domethënë, këtu sado që flitet për jetën e këtij çifti çifut, flitet edhe për njerëzit se si i kanë pranuar dhe prandaj për mua është një ngjarje shumë e lezetshme. Domethënë, fillimisht normal që ideja fillestare e qëndrimit së bashku me skenaristin Venko Andonovski ka qenë për të bërë një film dokumentar fiction që quhet, domethënë ka edhe pjesë të luajtura. Edhe gati po e lexova skenarin fillestar flas, aty bile kur u kemi propozuar koproduksioneve të tjera që fatkeqësisht nuk arritëm të gjejmë koproduksione nga shtete të tjera, por sidoqoftë ata kur e shihnin ato thoshin ky nuk është dokumentar, kur është për film të luajtur. Domethënë ishte një vizh shumë e holl që i ndan. Dhe fatkeqësisht atë që e përmenda, meqenëse nuk mundëm gjejmë edhe burime të tjera financiare, nuk arritëm ta bëjmë ashtu, domethënë por që ka dalë një dokumentar film shumë i lezetshëm që flet për historinë e një çifti çifut nga Shkupi, të cilët domethënë një miku i tyre shqiptar për këtu agimi merr vesh që do ketë deportim nga Shkupi tani të çifutëve dhe ai shkon thotë tani juve dyve kemi mundësi që t'ju shpëtojmë dhe hajdeni me ne. Pastaj Mimi, do të thonë dy protagonistë që janë Mimi dhe Alberto, për ta bindur se do të ta lejnë këtë familjen këtu dhe vetëm ata dy, për ta bindur momentin e fundit thotë unë s'kam treguar, po unë jam me bar. Dhe hajde ta shpëtojmë paktën këto fëmijë. Edhe fëmijën po. Po, edhe i merr, i nxjerr jashtë kufirit me Kosovën, aty kalon një tren dhe kur i shef këto, domethënë tren me të ushtarët gjerman, fillojnë të gjuajnë pas tyre, ku lëndohet agimi shumë, edhe thotë më leni mua këtu dhe amaneti i fundit është që se është vajzë, që leni jam një drita në fund tunelit, domethënë. Dhe aty vdes agimi, këta vazhdojnë për në Kosovë, për në Ferizaj, prej Ferizaj vazhdojnë për në Shkodër, dhe në Shkodër faktikisht lind vajzë dhe ja vendosin emrin Drita. Dhe sot aty e kemi në film, është për momentin quhet Ita Bartuf,
përndryshe rrjedh nga emri Drita, po për shkak të shqiptimeve në Izrael, Ita tani për momentin, atë kemi në intervistë. Shumë bukur, po. E kemi aty. Fatkeqësisht nuk do mund vinë në premierë, sepse edhe është tani më 80 diçka vjeçare. Po, është e vjetër. E vjetër, e moshuar. Fatkeqësisht nuk do jetë. Pastaj prej Shkodër qëndroi një periudhë gjatë aty, vazhdojnë për në Itali, pastaj kthehen përsëri në Shkup kur më kthehet përsëri në Jugosllavi. Hasin disa probleme me çështjen e pronësimit dhe shpronësimit dhe vazhdojnë pastaj për në Izrael. Këto historitë e vërteta janë gjithmonë ka një tjetër element që të bën pak më tepër për vete, në kuptimin që e din që është historia e dikujt që realisht e ka jetuar këtë, si rat në kontakt me familjen? Në fakt, duket që qëndrimi është takuar me Skender Hasanin. Dhe nga instituti. Po, Instituti Albanologjik. Edhe ai ka të drejtat, ka botuar libër të drejtat autoriale mbi histori. Libri quhet Memorjet e Mimi Feraxhi. Edhe e ka lexuar librin, pastaj në kontakt me Venko Andonovski është bërë skenar. Domethënë me Skender Hasanin e ka dhënë këto të drejtat autoriale, si thua, për ta bërë këtë histori, sepse jo çdo kush mund ta marrë. Po. Definitivisht. Për ta shfaqur, për ta përgatitur si film. Ne në ndërkohë po shohim në ekran edhe fotografit e prapaskenave të xhirimeve të filmit. Është xhiruar në Shkup, keni lëviz? Po, në Shkup. Tu jemi momentalisht te Instituti i Trashëgimisë Kulturore Shqiptarëve. Është ky posteri kryesor. Po, ky është posteri zyrtar. Pastaj kemi pas xhirime në Teatër Shqiptar, pjesa e Sabina Memishi, domethënë e luan Mimi Feraxhi, ku shpjegon historinë e saj. Më pas ka pas xhirime në Kosovë, kemi vazhduar, në Ferizaj, pastaj në Shkodër, pastaj në Tiranë, pastaj në Korçë. Domethënë kemi lëvizur gjithandaj. Ashtu si ka lëviz familja. Përafërsisht jemi përpjekur. Duhet të ketë xhirime ato fillestarët në Itali, në Izrael, po ata faktikisht në xhirime në Izrael kemi, se harrova. Ne nuk mundeshëm të shkojmë atje, shkaku i gjendjes fatkeqësisht, dhe gjëja më interesante është se ne përpiqeshëm gjejmë produksion që ta bëjmë intervistën me Ita Bartov, zonjën Ita Bartov, dhe produksionet izraelite na kërkojnë shumë amarramencet, të cilat ne nuk kishim mundësi t'i mbulojmë. Dhe më e bukur në këtë histori që ndodh tani në Izrael, se s'dua ta nis këtë temë, është se pranoi një djalë palestines ta xhiroj për një shumë e cila ishte edhe arsyeshme, dhe ai shkoi deri në Ashdosh, qyteti ku jeton ajo, e xhiroi plakën dhe na i dërgoi materialet dhe ka dalë me të vërtetë. Edhe materiale shumë i mirë, edhe kjo një histori brenda këtij dokumentari shumë e lezetshme që një djalë palestines tregon historinë e një izraelite. Absolutisht, një kthes, një element interesant brenda filmit. Të theksojmë ose të tregojmë për gjithë njerëzit ku mund ta shohin, kur do të jetë shfaqja e parë, do ketë rishfaqje, si e keni planifiku këtë pjesë? Ne jemi, siç tham, tu përgatit për premierën që do jetë në 7 maj, në ora 19 tek Salla Frosina, këtu tek Qendra Kulturore Rinore të Rinjve, e njohur MKC tek ne. Po, krejt ashtu e njohim. Po, MKC, pa ja ditë kuptimin e Vladinski Kulturën Center, po. MKC, kështu që e njohim si MKC, prandaj edhe në përftesa e kam quajtur MKC në Po, Fojza. absolutisht ashtu orientohemi. Po, se kam frikë mos e ngatrojnë me teatrin për fëmijë të rinj, e kupton, prandaj MKC. Kështu që janë të ftuar patjetër të gjithë. Ne në përftesa dhe në flyer kemi vendosur një numër, sepse numri është i kufizuar deri në 200 vende. Prandaj mund të kontaktojnë. Ta kontaktojnë, vetëm të shkruajnë për shembull emrin, mbiemrin dhe sa veta vinë për të rezervuar vendin e tyre, përndryshe është pa pagesë dhe patjetër janë të mirëseardhur gjithë. Sa u përket rishfaqjeve të filmit, unë ma merr mendje që do ketë edhe në Shkup, po edhe në për qytetet e tjera, dhe pastaj normal do të dalë edhe në për festival. Po, desha të dalë të festivalet, po theksoj numrin e telefonit njëherë, që ndoshta ata që duan të vinë, të mund të paraqiten. 071675644 është numrin e cilin mund të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj gjatë premierës së filmit. Unë do jem njëherë aty bashkë me televizionin. Diskutohet ftesën e ke gjithmonë.
Desha të dalë të festivalet pak. Një prej aspekteve më të rëndësishme të filmave janë pikërisht edhe festivalet dhe rrjedhshmëria e filmit pasi më ai është lançuar, si të them. Po, lançuar është fjala e dur. Keni plane ose ende jeni në fazën fillestare? Patjetër. Do të thonë me aplikimin e filmit, do të thonë pa filluar as realizim as asgjë parashikohet këtë gjë. Do të thonë në buxhetin që parashihet gjithmonë lihet të një graf me disa fonde sepse aplikimet në për festivale kushtojnë. Po. Nuk kushtojnë shumë marrëmendje, po ka shumë festivale dhe duhet të paguar ata aplikimet, kështu që është parapar kjo punë edhe patjetër që do ketë aplikime në për disa festivale. Do përpiqemi të jenë festivale sa më të mira, sa më prestigjioze, edhe besoj që do pranohet sepse është i punuar me të vërtet me maksimumin e profesionalizmit që mundemi ne të realizojmë këtu. Jemi përpjek të përsillim një histori shumë të mirë, është punuar çdo gjë sipas standardeve, jemi përpjek edhe mbi standardet, kështu që besoj që do na mikpresin edhe ata dhe besoj që do kemi edhe sukses në për festivale. Absolutisht. Nuk ka rëndësi shumë edhe çmimet, sa ka rëndësi për të promovuar edhe si shtet, edhe si produksion, edhe të çojnë se edhe të ne kemi njerëz. Absolutisht. Unë desha të ndalem pak ndoshta edhe të tematika. Rahim, ne jemi mësuar zakonisht të flasim për çështje të cilat kanë të bëjnë me luftën, çështje të cilat kanë të bëjnë, edhe pse ndoshta edhe kjo në një mënyrë lidhet me luftën, mirë po është një histori pak më fresh në produksionin shqiptar. Se jemi ndalë gjithmonë të lufta me Kosovën, patriotizmi, të gjitha këto drejtime tjera në cilat kemi vazhduar të punojmë, është një tematik e re. E shohin kështu edhe të tjerët? Ose është vetëm perceptimi im ky? Edhe vetë Skënder Hasani thotë që tek ne si në Ballkan, kryesisht për çifutët që kanë jetuar në Ballkan shumë pak flitet. Ka shumë pak ngjarje, ka shumë gjëra të dokumentuara shumë pak. Kështu që ne jemi përpjekur me ato tonën se kemi pas mundësi që të dokumentojmë me një film, me pamje, me të tjera, një ngjarje, një histori, të tjerët mund të vazhdojnë me histori të tjera që ka pafund patjetër. Por nuk e kemi lënë anësh patriotizmit, sepse në film në rrjedhën e këtyre dyve tregojmë se kush janë shqiptarët, domethënë bile Maja Susha, e cila është hulumtuesja e dytë bashkë me Skenderin, se nuk e përmena, ajo vetë thotë shqiptarët në një gjendje lufte dytë botërore që janë bërë gjithë ata, bile që ka konspiracione se diku në listë që popujve të zhduken kanë qenë edhe shqiptarët diku aty 5-6-7. Në këtë, si thua, të gjendje lufte, ata pa qenë detyruar, as moralisht, as nuk kanë pas në nevojë, kanë marrë përsipër kaq shumë rrezik. Edhe kjo gjë, domethënë, ishte ende është mbresëllëse për atë se si ka ndodhur kjo dhe pse. Po, pikërisht. Dhe ka shkruar shumë njerëz në fakt për mikpritjen e shqiptarëve, për këtë. Do kisha thënë, shprehja e dur është empatia. Edhe Lord Byroni shumë shpesh ka folur pikërisht për këtë gjë në veprat e tij. Raimund, falenderoj shumë që ishe sot pjesë e emisionit të mëngjesit. Uroj shumë të keni shumë suksese me filmin edhe të mbri në festivalet më prestigjioze të botës, pse jo. Edhe normalisht falenderoj shumë që gjithmonë i gjeni kohë të vini. Faleminderit juve që na jepni kohën dhe që ka filluar tani më promovimi kaq herët, sepse kryesisht dim të lejmë punët ka fundit. S'është herët, është një javë larg, ha? Për shqiptarët herët. Kështu që faleminderit shumë edhe juve për hapësinë që na jepni gjithmonë në çdo aktivitet tonë. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi. Ndërkohë që ne të dashur miq kemi përfunduar kështu bisedën e parë për ditën e sotme, do të flasim për lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave vetëm pas pak me Valbona Zulçe, gazetaren ton, po mirë, e jona është nga Shqipëria, nga Tirana, do kemi një lidhje direkte, ju ftoj të qëndroni me ne.